Seksioni për hetimin e trafiqeve në bashkëpunim me shërbimit operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit ka njoftuar se pas një hetimi 2 javor me metoda proaktive, kanë finalizuar fazën e 19 të operacionit policor të koduar Storm. Si rezultat i këtij operacioni, është arrestuar flagrant shtetësja me iniciale SH 24 vjeçe, lindur dhe banuese në Brazil. Në vim të veprimeve proceduriale, thekson policia, u proceduar në gjendje të lirë për veprën penale të prostitucionit dhe 3 shtetas shqiptar. Gjatë operacionit, në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar një pasaport të shtetësës braziliane, shumë aparatë të dyshuara të përfituara nga prostitucioni, si dhe 2 aparate celulare. Nga veprimet hetimore, rezultoi se shtetësja braziliane në lagjen nr. 4 Durrës kishte marrë një ambient me qera, të cilin e kishte përshtatur me qëllim ushtrimin e aktivitetit të prostitucionit dhe përfitimit të vlerave monetare nga kjo veprimtari. Gjatë ndërhyrjes së shërbimeve të policisë, shtetësja SH ka refuzuar të hapë derën e ambientit ku ndodhi, e cila u hap më pas mendimin e shërbimit zgjerfikës. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Durrësit për veprime të mëtejshme.